Greqia është një ndër destinacionet e preferuar të Mesdheut, dhe kjo jo vetëm gjatë sezonit veror për ishujt e saj të mrekullueshëm dhe ujërat e kristalt, por edhe si një destinacion kulturor. Një tur i tillë 3 ditor në qytetin e Selanikut ju ofrohet nga kompania Vas Tour. Gjatë këtij udhëtimi, ju do të keni mundësinë të ndaloni në qytetin e Pogradecit dhe në tokën greke, në qytetin e Kastorias, ku ju jepet mundësia e një treke. Gjatë udhëtimit komod me autobus dhe me ajër të kondicionuar, ju do të kaloni në qytetet e njohura të veriut të Greqisë, siç janë Kozani dhe Veria, para se të mbrini në mbrëmje në Selanik e më pas të akomodoheni në hotel. Pas mëngjesit të përfshirë, do të filloni ditën me eksplorimin e vendeve kulturore të Selanikut, të shoqëruar nga një guid shqiptare dhe një vendase. Pjesë e vizitës do të jetë Muzeu Arkeologjik, Kulla e Bardh, e cila gjendet në qendër të qytetit, dhe Kisha e Shën Sofias. Pjesë e këtij turi do të jetë dhe vizita në Kishën Bizantine të Shën Demetrios, e cila së bashku me Varrin e të Shenjtit bën pjesë në monumentet paleokristiane dhe bizantine të Selanikut, që janë listuar si trashëgimi kulturore botërore nga UNESCO në vitin 1988. Pas një vizite në Agorën Antike, dikur në rolin e pazarit kryesor të qytetit dhe ditët e sotme kthyer në një vend kulturor, ju mund të përfundoni turin në sheshin Aristoteli, duke shijuar pamjen e ujrave të kaltërta të detit. Pas një dreke të lënë dëshirën tuaj dhe një pasdite të lirë, ky tur ofron edhe darkë me ekstra pagesë dhe një nga tavernat me muzikë live ose në buzuqet greke. Por mos kujtoni se argëtimi përfundoi këtu. Pasi edhe në kthim, do të keni shumë gjëra interesante për të shijuar. Për një informacion më të hollësishëm, mund të vizitoni faqen e internetit vas.al.